Rama mund të vuajë tani nga një lloj xhelozie, I qanë zemra për të qenë vet aty në krye të asaj proteste, sepse ai e pëlqen atë protestë, mos kujtoni se nuk e pëlqen. Rama është tashmë zhgënjimi më I madh në politikën shqiptare. Padyshim edhe ai e di këtë gjë. Rama e ka kuptuar që edhe brenda habitatit të tij politik, pra zgjen pa kënaqësia. Kulon, sigurisht ka një thirrje që është klasike, dorëheqja e kryeministrit. Përshëndetje fol drejt, faleminderit që na jepni mundësinë të flasim sa më drejt për të shpjeguar se çfarë po ndodh në realitetin shqiptar, çfarë po ndodh me protestat që kanë shpërthyer këto ditë dhe që kanë një konstante ku nuk duket fundi I tyre, pra nuk duket akoma ndonjë zbeje, ndonjë lodhje, por që vijojnë me të njëjtin intensitet. Atëre, për ta thënë thjesht dhe në mënyrë sa më të kuptueshme, është një derdhje kupe, siç thotë populli. Pra është një akumulim I jashtëzakonshëm I pakënaqësisë popullore në gjitha nivelet, që nis me një ngjarje në dukje të izoluar nga gjithçka që po ndodh, por që e derdhi kupën. Pra ishte një moment I të rreqës vartë një protestuesi në Zvërnec. Kur themi pa lidhje sepse mund ta shikojmë edhe ngushtësisht atë si një incident izoluar. Mirë po, ajo çfarë na mëson historia, ne e dim që protesta dhe reagimet të tilla që çojnë deri në shndrime të mëdha politike dhe shoqërore fillojnë pikërisht nga incidente të tilla. Për krahasim le të sjellim vitet 90, pra që quhen në ndrimin e sistemeve. Nisën nga një ikje dritash te qyteti Studenti në një natë dimri të ftohtë, e cila më pas u shndrua në një rrotullim reaguese nga ana e studentëve që shprehu akumulimin e zemratës ndaj regjimit komunist deri në pikën e derdhjes kupës, gjë që çoi në pluralizmin politik, që ishte edhe akti final I fundit të regjimit komunist. E njëjta gjë po ndodh. Ka një zhgënjim të jashtëzakonshëm. Madje debati I viteve të fundit ka qenë pikërisht ky, pse shoqëria shqiptare është kaq apatike për të reaguar, sepse në zhgënjimi, në gjëra që shkojnë mbrapsht, janë kaq të dukshme, kaq të prekshme, kaq të artikulueshme ndonjëherës. Po ju them për shembull që edhe në nivelet e administratës publike që drejt për drejt ose indirekt janë të lidhura me qeverisjen, pra me partinë në pushtet, gëlojnë nga zemërimi, gëlojnë nga mlefi, janë përplot brenda, por që nuk munden ta shprehin për arsye që dihen, sepse janë të lidhur me një vend pune, janë të lidhur me një rrogë. Kjo mund të reflektohet ose kjo mund shihet edhe nga mënyra e të festuarit të 35 vjetorit të Partisë Socialiste, që është një mënyrë të festuarit që s'ka ekzistuar ndonjëherë qytet me qytet. Pra, nuk është ndonjë jubile 50 vjetor për shembull, është 35. Dhe jubilet e tjera kanë qenë me një fest ke Seli EPS-s në Tiranë dhe kaq. Rama e ka kuptuar që edhe brenda habitatit të tij politik, pra zgjen pa kënaqësia. Duhet kuptojmë diçka, që edhe nuk ka nevojë shumë për koment. Rama është tashmë zhgënjimi më I madh në politikën shqiptare. Padyshim edhe ai e di këtë gjë. Sepse ka qenë njeriu me pritshmëri më të mëdha të pakrahasueshme për sa I përket asaj që shumë shqiptar kanë dëshiruar, që kjo Shqipëri një ditë t'i ketë gjërat përmbar, pra t'jetë e dukshme, t'jetë e ndjeshme, që gjërat po ecin mirë dhe nuk është fjala këtu sepse duhet kuptojmë diçka. Për ato shëndrime që janë inercike, do ndodhin, I kërkon kohë dhe do ndodhin. Ke shëndrimet inercike janë dhe aspektet aparanciale, aspektet estetike, infrastruktura, një rrugë këtu, një rrugë atje. Okej. Këta janë të mira, kanë ndodhur, po kanë ndodhur dhe në epokat të tjera. Nuk është se nuk kanë ndodhur, fjala vjen as në kohën e Nanos, as në kohën e Berishës. Kanë ndodhur dhe atëherë. Çështja e shëndrimit të shoqërisë shqiptare në një shoqëri të mbrojtësuar ka të bëjë me modelin ekonomik, ka të bëjë me drejtsinë shoqërore, ka të bëjë me disa principe, ka të bëjë me disa element ku shoqëria shqiptare I ka vuajtje gjenetike, kush e ndryshon, kush e shërron këtë shoqëri. Po fjala vjen çështja e pronave. Sot
një qeverisje, një lider që tenton të vijë në pushtet, duhet të jep provë ose të premtoj që do të rregulloj përfundimisht çështjen e pronave. Është plaga më e madhe e shoqërisë shqiptare, e cila ka gjeneruar plaga të tjera në mënyrë zinxhir, në efektet që ka në rrafshin social dhe ekonomik, sepse çështja e Zvenecit është dhe çështja prone, mbi të gjitha, mbi të tjerat. Kështu që kështu duhet lexuar protesta. Dhe në një pikpamje, edhe nëse aty ka gjëra që nuk shkojnë për logjikën ose për etikën, nuk mund të kërkosh përsosmëri në një reagim popullor. Po, patjetër, sepse aty ka dhe njerëz që nuk janë të ndonjë niveli. Megjithatë, e përgjithshmja po ta shikosh, sidomos prezenca e fëmijëve që kanë ardhur me prindrit, është shumë kuptimplote. Dhe është gjëja më rrezatuese e kësaj proteste, është gjëja më e mirë. Aty do të ketë shumë fëmijë, sepse shëndrimi që kërkohet në Shqipëri është dhe çështje brezash. Pra fëmijë sot që shkon në atë protest dhe mëson që ky vend qeveriset shumë keq, që ka shumë padrejtësi, dhe që aty kërkohet drejtësi, kërkohet një kredo e re morale për ta qeverisur këtë vend, patjetër që do lë gjurmë tek ai, në rritje e sipër. Kështu që kjo është pak a shumë shpjegimi i protestës. A ka qëllime protesta? Sigurisht që ka qëllime protesta. Po një nuk e dim se si do të artikulohen këto qëllime. Ato artikulohen, sigurisht, ka një thirrje që është klasike, dorëheqja e kryeministrit, por që kjo nuk është e mjaftueshme, sepse zakonisht në këtë moment protesta do të merr karakter politik. Është politika ajo që i bën ndryshimet dhe në të cilat kalojnë ndryshimet. Deri tani nuk kemi një shenjë të tillë. Por e rëndësishme është që protesta, siç e thash, ka një konstante. Më e rëndësishme tani është reagimi, forca reaguese, impakti që ka kjo protestë tek njerëzit. Përthithja që u bën shtresave të ndryshme shoqërore, ajo që unë e quaj të mangë dhe ajo që duhet tentohet të jetë një thirrje nga ata që marrin mikrofonin në protest, duhet të jetë ftesa që aty të afrohen ata që mund quhen elit, emra të shquar publik nga fusha të ndryshme, të cilët të bëhen frymëzim për ata që janë vërtet anonim nga pikpamja e njohjes publike ose të staturës publike, por që kanë gjithë energjinë. Energjia atyre duhet mirë artikuluar dhe duhet jetë një burim frymëzimi, nëse aty fjalën e marrin njerëz me peshë publike, siç është Fatos Lubonja, po Fatosi është i vetëm, aty duhet të ketë figura të tjera publike. Sepse kjo ka ndodhur dhe në 90-ën. Gjithë ajo energji reaguese studentëve u mor dhe u artikulua nga elitat e kohës. Njëri prej tyre ishte Edi Rama. Madje mund të thuhet që në një farë mënyrë Rama mund të vuajë tani nga një lloj xhelozie, i qanë zemra për të qenë vetë aty në krye të asaj proteste, sepse ai e pëlqen atë protestë, mos kujtoni se nuk e pëlqen. Ai është midis ndjenjës duale që e pëlqen, e adhuron atë lloj proteste, sepse sidomos kur shikon veten që do ishte aty dhe nëse do ishte në kushte të tjera, ai do ishte në krye të protestës, mirë po i ka qelluar protestën ta ketë përballë, mos jetë aty. Ndërsa për sa i përket, a ka prapavi politike? Nuk është e thënë të ketë prapavi politike. Nuk është e thënë të gjykohet nga pikpamja konspiracioniste. Dhe ne e dim që të gjitha qeverit në të tilla raste sajojnë konspiracione, janë në betejë me forcën reaguese ndaj tyre. Normalisht nuk e duan dhe ato kanë armët e tyre. Dhe arma kryesore në tilla raste është pikërisht konspiracioni, të futish spicat e konspiracionit për t'i parë ato turma njerëzore me dyshim konspirativ, duke thënë që pas tyre janë këta, mund t'jenë këta e njëra tjetra. Çuditërisht, në të gjithë protestat që kanë ndodhur në Shqipëri, këtë nuk e ka bërë komunizmi.
Pra, kur kanë shpërthyer lëvizjet studentore, nuk ka pasur konspiracion. Komunizmi nuk ka sajuar konspiracion dhe nuk ka artikuluar sistemin atë kohë, drejtuesit klika, nuk kanë artikuluar asnjë konspiracion ndaj asaj që po ndodhte. Pra ky është realiteti, nuk e di se sa i qartë ose sa i shpjegueshëm isha për gjithë atë që ndodh për ta përshkruar panoramën sa më të plot, me pak fjalë dhe në pak minuta. Shpresoj që me aq sa u përpoqja kem qenë sadopak i denj për ata që më kanë dëgjuar dhe për ju gjithashtu si redaksi ju përshëndes.